Nga t'ja fillojmë. Nga do duash? Filloj që nga koka, që bëhet qeveria, Marok e bashkia me fundit. S'ke nga përkullësi. Ktheu në institucionet tjera, ktheu në shëndetësi, s'ke ku shkon. Si mund të zhduket ky korrupsioni? Ky korrupsion është jashtëzakonisht i vështirë, sepse edhe ata që do ta po e hetojnë dhe e gjykojnë, janë pjesë e këtyre prapë. Nuk është bërë në ndryshim kolosal. Unë ndryshum ca jeme, po është një ka gjë. Po politikani më i korruptuar? Tash ne flasim për momentin. Ne këta që shohim sot, më të korruptuar s'ka ku shkon më. Po që nga 90 e këtej, njëri mas tjetër kështu ja kanë pasu njëri tjetër. Po të shohim ku kemi ra tashti dhe si të bëhet zgjidhja tashti për tashti. Po më pak i korruptuar, kush të pëlqen më shumë nga politikanët? Me thonë drejt, këta 35 vjeçarët po thuj se janë bara spesh, po këta morën vullën, këta e vulasin. Është vullja e korrupsionit është aktual tashti.